Për ne nuk është vetëm një përvjetor, po është një histori rrugëtimi, suksesi, përgjithësia dhe besimi. Ne pas 5 vitesh Dotax mendoi të sillte një standard të ri. Ne integruam AI, KI Buhaltung është një shërbim që ne së fundmi e kemi shtuar në shërbimet tona. Do të thonë është integrimi i inteligjencës artificiale në punën tonë të përditshme dhe në sistemin tonë financiar. Sot për mua nuk është thjesht një përvjetor biznesi. Sot është një histori rruge, sakrifice, suksesi dhe besimi. 5 vite më parë, Dotax Trojahand nisi si një ide e thjesht, por me një vizion të madh. Të ndërtonin një kompani që të jepte të klientët tanë ndjenjen e besimit, dhe jo thjesht një zyrë kontabiliteti. Fillimi nuk ishte i thjesht, dhe unë si çdo sipërmarrës tjetër, jam përballur me pasiguri, sfida dhe momente ku duhet të merrja vendime të vështira. Padyshim që Dorina me krijimin e kësaj pune që ka krijuar ka vite shumë përvoje në sektorin e kontabilitetit dhe ka ndihmuar padyshim shumë kompani shtetërore. Ambasada e vlerëson këtë shërbim të kualifikuar të tuaj në dashur bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e zyrës tuaj si një shembull mjaft i mirë rritjes së biznesit shqiptar në Zvicër. Përgëzimet më të mira nga ambasadori zoti Tereza. Jam shumë i lumtur dhe me fat se kam njoftë Dorinën. Dorina është një vajzë shumë punëtore. Unë i dëshiroj Dorinës gjithë atymet e botës sukses, begati, lumturi në çdo hap të jetës. Faleminderit shumë. Një urim Dotax për 5 vjetorin, edhe shumë të tjera, edhe shumë suksese në rrugën tuaj. Është një kënaqësi të jem sonte këtu me juve. Në rastin e 5 vjetorit të Dotax të mbazën, kam nderin dhe kënaqërinë të prezantoj Virat Shqiptare. Fillimisht duhet të falenderoja përzemërsisht Dorinën për gjithë punën e bërë deri tani, për rastin që më dha që të prezantoj Virat Shqiptare, për punën e zakonshme që është bërë. 5 vjetor të themelimit të Dotax, ne ja u dedikojmë edhe klientëve tanë. Një falënderim i veçantë për besimin e tyre që na kanë shoqëruar gjatë këtyre 5 viteve. Ne me përkushtimin tonë për çdo klient edhe kohën që kemi dedikuar çdo klienti, kemi arritur të fitojmë besimin e tyre dhe siç e preka edhe pak më parë, besimi është kapitali më i madh për biznesin.